Deputeti demokrat Dashnor Sula ironizon sërish zgjedhjet për primaret dhe lënien e tij jashtë listave të sigurta në PD. Ai ironizon gjithashtu kreun demokrat Sali Berisha teksa thotë se burrat e shtetit bëjnë diferencën me akte. Sipas tij Berisha nuk i mbajti premtimet e dhëna në lidhje me primaret. Ai thotë se demokratët e Elbasanit i zgjodhën kandidatët e tyre në primare, ndërsa thekson se primari i cili referohet Berishës respektoi premtimin dhe Dashnor Sulën e përjashtoi nga çdo listë e mundshme me nofkën skapist. Burrat e shtetit e bëjnë diferencën me akte, me të njëjtën përpikmëri dhe vendosmëri si zbatoi premtimin e dhënë për respektimin e votës së anëtarësisë së Partisë Demokratike në primare, primari do jetë madhështore dhe me respektimin e premtimeve për ekonominë dhe shtetin e së drejtës. Tha që do respektoj kuotat, e bëri. Shikojeni në video gratë më të votuara në primare, trajtohen me privilegj, jashtë listave ose në listat hapura. Rezultati në primare do jetë element kryesor për listat e mbyllura. Fiks, siç e premtoi ashtu e bëri. Ilir Ali Mehmeti në lëshoi në terren të Egër edhe për një senator partie. Demokratët e Elbasanit i zgjodhën kandidatët e tyre në primare. Primari e respektoi premtimin dhe Dashnor Sulën e përjashtoi nga çdo listë e mundshme, madje edhe me nofkën skapist. Ja pra këto janë aktet e një burri shteti, shkruan Sula.